Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar sekretarin e shtetit për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate, zotin Gjon Tuçaj. Zoti Gjon, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje e mirë mrama. Mirë mrama populli shqiptar. Për shumë vjetë me zemër të mirë këtë vit të ri. Kjo viti i parë, viti i ri që do snërisin i here për gjithmonë për popullin shqiptar. Zoti sekretar, në marrëdhëniet tona kulturore, a do t'i kërkohet homologëve të kemi akses për bashkëpunimin me arkivat e huaja për të qenurit tonë një këmbë i lashtë? Patjetër është prioritet i parë i qeverisë teknike, sepse ne e dim shumë mirë lashtësinë tonë, por është mulluar gjithmonë prej qeverive të kaluame. Ne do i bëjmë thirrje shumë shtete, do bashkëpunojmë me shumë shtete, ma me gjitha baza kryesore janë arkivat e Vatikanit. Ne do shkojmë detyrimisht drejt drejtësisë edhe drejt bashkëpunimit me shtete, me biblioteka, me arkiva, ngu janë më të lashtat në shtetet botënore, sepse e vërteta jonë është kanë gjithmonë e devijume, gjithmonë e mullume, po i here për gjithmonë kjo fatkeqësi e popullit shqiptar do të marrë në fund. Zoti sekretar, vendosja e ambasadës dhe funksioni realisht i saj në SBA, si urlidhse dhe në shërbim të qytetarit si shtete partnere, a do të ketë një lloj filtri për çdo organizat apo OJQ që hyn në Shqipëri? Ambasada shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si edhe në shtetet tjera, do të jenë persona që prezantojnë shtetin shqiptar. Ata do të jenë njerëz me vizion, me respekt për këtë tokë, se deri më sot gjithë ambasadorët në shtetet botës kanë punuar në atë mënyrë që populli shqiptar mu bën gjithmonë më i vogël. Por i herë për gjithmonë do marrin në fund kjo histori. Ambasadorët do të punojnë shumë stretto, shumë bashkëpunim me qeverinë shqiptare, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe pse jo edhe me shtetet tjera, por ama me një transparencë shumë të madhe. Se kjo tokë do respektohet. Kjo tokë nuk do shkelet. Kjo tokë nuk do merret më për kënd, ose ky popull. Sepse çka është bën, le ta kalojmë. E dim të tanë, si shkoj, e çka kanë bën. Por në moment që qeveria teknike shkon të zyrat e veta, shkurt e shqip do të tërnojnë muzika, i herë e përgjithmonë për popullin shqiptar, të jena krenar, që jena shqiptar, e t'i dalim zot vetit, sepse ne jemi fise hynore. Zoti sekretar, si e vlerësoni rolin e qeverisë teknike në garantimin e stabilitetit institucional gjatë kësaj periudhe tranzicioni? Qeveria teknike, prioriteti i parë është shnetësia. E dyta është garantimi e sigurimit të popullit. E treta është të bashkëpunojmë, të krijojmë vende punët, të ftojmë firmat e huaja, investimesh, të krijojmë punë, të bashkëpunojmë edhe me mergjimtarët. Mergjimtarët në përbot kanë fabrika, kanë firma. Ata janë munua edhe mu këtu në këndmen, me investu me punua, por si ka lanë, një nga ta janë adhonë. Sepse këto, kafja e bakshishi ka funksionu për gjithmonë. Por, na ditë që ne të shkojmë zyra, atë ditë do të fiket ajo mënyrë menimit. Sepse, kujti shkojnë menja se do vazhdojnë punë, me kafe me bakshishe, do në shkojnë shumë nga anët e organizatëse, që do t'i miksyrin të punë, sepse drejtësia e transparenca do mi zotërën gjithmonë në qeverinë teknike. Zoti sekretar, a do të ketë transparencë për çdo hap të ndërmarrë? Patjetër, transparenca është jetëzgjatësia e qeverisë që do shkojmë në zyra. Patjetër, pa transparencë nuk ndërtohet vendi, pa transparencë nuk komandohet as familja. Në kallëzon jetesa, sot e popullit shqiptar që është këtu. Sepse, që me të thonë, as ka shnetësi, as ka rrugë, as ka zgerë fikse, as ka vend punët, as ka siguri, sepse në verë digjen e ndimen për mëtë. Kaq, sepse funksionon gjithmonë
o bashkëshish, o kafe, o njëftësia. Ky mentalitet, kjo rrugë do xerohet, do përfunojnë i herë për gjithmonë. Gjithçka transparente. Patjetër, pa transparencë nuk shkohet kurrë. Kena pika shtete që na me i kthyer transparenca tyne edhe ku kanë arrit. Zoti sekretar, cilat janë prioritetet kryesore që ju do të zhvilloni gjatë qeverisë teknike? Prioriteti kryesor i qeverisë teknike do të jenë zbatimi transparent, organizimi për përgatitjen që populli shqiptar i herë për gjithmonë të votojë në mënyrë transparente edhe në mënyrë si t'i dojnë zemra e qefi. Sepse çdo rallë që vinë votimet, mi gjitha emigrantët nuk merren konsiderat. U munon kësa rallë, u pa puna se çka banë. Kutit kanë ardhur edhe masimuj. Por votet janë numërua. Kjo situat do të marrin fund. I herë për gjithmonë, se shqiptarët e meritojnë, e mi gjitha emigrantë e meritojnë, sepse emigrantë këtë tokë e kanë majtë 35 vjetë. E jo shteti, që nuk ka kanë shtet, ka kanë pushtet, ta kanë punua veç për vetin. Siguri? Pushtet. Siguri pa tjetër, siguria transparencë, do të dominon gjithmonë në qeveri teknike. E shpresën e kohë. Çfarë mesazhi keni për qytetarët? Mesazhi jem për 2026 është që të bashkohna i herë e përgjithmonë, të bashkëpunojnë gjithë secili person që ka forcën ekonomike me i prej një bilet e me ardhë shpresa kombit, janë dyert e hapuna. Na kena nevojë për njerëz vizionar, për njerëz punëtor, si djem, si vajza, sepse bashkimi ban fuqin, sepse na kena nevojë shumë të madhe për energjinë pozitive e për vizionin e persona që janë tash 20, 30, 40 vjet, edhe pse edhe 10 vjet në tokat huaja, sepse ata kanë studiua, ata kanë bagazhin shumë të pasun me idejna, me vizion edhe me shkollë. Se këto ka funksionuar gjithçka më rapsht. Se një në bashkohna, ky vend do bëhat për 4-5 vjet që do të na kenë lakmi shumë shtete në Evropë. Se jena vend i vogël, risorsa kena shumë, e mos harro se shqiptarët janë vizionarë, shqiptarët janë shumë punëtorë, shqiptarët arriten me kap majat e Evropës, e Shtetet Bashkuara të Amerikës, e të Australisë, me qua fëmijë në shkollë, me ban biznese, me shku në pushime, edhe me majt edhe ka shpinë tokën shqiptare. Se mos harrojmë se këto nërtesa, këto shtëpia, e këto përmirësime, i kanë ba migranta. Ashtë puna tyne, e kursimi tyne, e gjakuj tyne. E ata do respektuar edhe ma shumë, jësë janë vllazërit tanë, po për kontributin që i kanë dhënë këtij vend, e kësaj tokë. E ata kanë vujt 2 herë ma shumë, se një nga ata jam edhe unë. Se i kanë marrë gjithmonë për gjepash, për kafesh e për bakshishe. Shumë që i herë për gjithmonë populli shqiptar, ti thrasim menes se meriton kjo tokë. E meritojmë na, e meritoni ju, e i herë për gjithmonë ta lamë mrapa të keqen. Ta kthillim menen, e të falenderojmë, e të respektojmë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që po na xhinen, na janë zgjet e po na xhinen në krah. Me dalë për këtë situatë keqe. Zoti sekretar, falenderoj. Shumë faleminderit, respekt për ju, e respekt për popullin shqiptar. E rroft shpresa kombit, e rroft Shqipnia me kufi natyror. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.